Sapo mbarova se lexori romanin e fundit të profesoreshës time, Mimoza Hafizi. Titullohet Drita, sepse I kushtohet dritës, kësaj duhurie të natyrës që qëndron në themelet e universit, pa të cilën jeta në tokë nuk do ekzistonte. Edhe sikur të ekzistonte, asnjë nga ne nuk do kishte dëshirë të mendonte se si do ishte. Titullohet Drita se edhe një nga personazhet e librit quhet Drita. Jeta e saj është ndërthurur fort me jetën e personazheve të tjera, por kjo lidhje u shfaq papritur si një enigmë, dhe ato e ndjekin nga pas për ta zbuluar. Gjithçka nis në malet e Shqipërisë, si një lindje dielli që përhap rrezet e tij kudo, njësoj edhe personazhet përhapen në përbot për të ndjekur fatet e tyre. Është një libër shumë I bukur. Ju ftoj ta lexoni ju që përqeni interesim përpara shkencës. Aty do gjeni histori njerëzish që ndërthuren në kohë e në vende të ndryshme, që përçohen tek ju nëpërmjet dialogjesh e refleksionesh të personazheve që rriten në botë të ndryshme. Ju ftoj që ta lexoni edhe ju që përqeni shkencën përpara letërsisë, sepse ju aty do të gjeni shumë nga të vërtetat dhe misteret e dritës, si nga ato që janë zbuluar në rrjetin e historisë, por edhe nga ato të tjerat që ende nuk janë zbuluar dhe përbëjnë akoma misteret dhe sfida më të mëdha të këtij shekulli. Drita, tashmë në të gjitha libraritë, nga profesoresha Mimoza Hafizi.